Kina po kërkon më shumë rolin këtë botë, Rusia po kërkon me kthy rolin që kishte në këtë botë, kurse Amerika po kërkon me mirëmbajt rolin që e mori në këtë botë mas rënjes murit Berlinit. Kurse Arabia Saudite, le të themi kallauzi i vendeve muslimane sunni, e sheh Iranin si kundërshtar kryesor në rajon. Ama për shkak të opinionit brendshëm, nuk guxon me u duk që po gëzohet kur Izraeli e sulmon. A ka fillu hala lufta e tretë botnore? Ajo lufta në cilën janë përfshime shtetet më të fuqishme të botës, ose disa prej tyre, në disa kontinente, quhet luftë botnore. Pak a shumë që kjo është definicioni luftave botnore. Teknikisht, historia e njeh dy lufta botnore. Praktikisht, veç lufta e dytë botnore i plotson kushtet me u quajt e tillë. Sepse aty patën marrë pjesë ushtarakisht Rusia, Amerika, Britania, Japonia, Kina, edhe shumica ose gjitha vendet evropiane. Lufta e parë botnore ka pas fillu si një ekces, si një zeng. Një djalë i ri serb e ka pas vrarë një aristokrat austriak në rrugët e Sarajevës, duke i hap pastaj dyert e ferrit për krejt kontinentin evropian. Kurse lufta e dytë botnore zyrtarisht ka fillu kur tankset e Gjermanisë kanë fillu me u fut në Poloni. Mirë po dikush thot që nuk ka luftë parë dhe luftë dytë. E gjitha është luftë e parë botnore, sepse lufta e dytë botnore ishte vetëm një paqe e gabueshme në Versailles. Gjeneratat e reja i kom po të i pyet, a është që kjo çka po ndodh sot? Lufta e tretë botnore. Ende ju. Por nëse konflikti eskalon, kanë më dalë historiantë dhe kanë më thonë që lufta e tretë botnore ka fillu ditën kur ushtarët rusë janë fut në Ukrainë. Pra na mujna më konë aktualisht në luftë tretë botnore. Ose ditën kur Hamasi e ka kapërcy gardhin ka dalë në Izrael. Ose ditën kur Izraeli e ka sulmu me armë Iranin. Njëna për këtë në 3 momenteve. Ndukjet parë, këto zhvillimet e fundit nuk janë domosdoshmërisht të lidhuna me njëna tjetrën. Por ja që janë. Parimisht, bota është ndame në 2 boshte. Rusia, Kina, Irani, Koreja njënë nënë, Amerika, BE-ja, Japonia, Korea Jugut në anën tjetër. Pastaj janë edhe disa shtetet forta që hajnë me 2 lugë si India, Brazili e deri dikun edhe Afrika e Jugut. Bie fjala, India është edhe me Izraelin, po është pak edhe me Rusin. Ama perinatit Pakistanit nuk është me shtetet që kanë shumicë muslimane. Kurse Arabia Saudite, le të themi kallauzi i vendeve muslimane sunni, e sheh Iranin si kundërshtar kryesor në rajon. Ama për shkak të opinionit brendshëm, nuk guxon me u duk që po gëzohet kur Izraeli e sulmon. Arabia Saudite, përveç tjerash me Iranin i kanë brinat e shtim edhe në Yemen. Pak a shumë, në të njëjtën situatë është edhe Turqia. Let flet çka don Erdogani, ama Erdo shtyhet me Iranin për ndikim në Siri, deri dje atje ndikimin e ka pas Irani, së dhe ka Turqia. Kurse Egjipti, qendra tjetër e fortë islame, hala po i lpin plagë për avanturës me vllazërinë muslimane, prandaj General Sisi nuk don me pa me sy Hamasin. A ka rrezik me u zgjeru konflikti në mënyrë që na me pas privilegjin me qenë dëshmitar të luftës tretë botnore, të përmasave çfarë ishin ato dytë më hershmet. Pak zër me besu, sepse nëse ndodh diçka e tillë, nuk ka me met më kërkush me kallëzu çka ka bo vakia. Në luftën e dytë botnore, shtetet që kanë luftu me njëna tjetrën e kanë përdor krejt arsenalin që e kanë pas kundër armiqve. Kurse nëse sot përdoret krejt arsenali kundër armiqve, kjo do me thonë që s'ka më Champions League, po merr fund jeta e njeriut mbi tokë. Prandaj shtetet e fuqishme edhe matutje po luftojnë kundër njëna tjetrës me të ashtu quajturit proxy, me bedela, sepse nuk janë të gatshëm me shtin luftarët, ushtarët e vet kundër njëri tjetrit.
Pra, jo, nuk ka fillu lufta e tretë botërore, po thjesht fuqitë botërore nuk po pajtohen me pozitat aktuale që i kanë, po kërkojnë riakomodim të pozicioneve. Kina, deri dje, nuk ka pas ambicie serioze në politikën e jashtme. Mirë po me rritjen e fuqisë ekonomike, ju ka rritë edhe ambicia. Mirë po Kina e din që askush nuk e merr qatë seriozisht nëse nuk e kthen bile Tajvanin, nëse nuk e shtrin ndikimin bilet e shtetet fqinje si Japonia, Korea e Jugut edhe Filipinët që janë baza të ushtrisë amerikane. Kurse miqësia e Kinës me Rusin nuk është qatë stabile edhe qatë e pathyeshme sa duket. Është më shumë miqësi e zorit. Të dy këto megashtete luftojnë për influencë për gjatë gjithë rripit kufitar në mes tyre, që është i gjatë rreth 5.000 kilometra e me kush e di sa kriza politike. Pra Kina po kërkon më shumë rolin këtë botë, Rusia po kërkon me kthy rolin që e kishte në këtë botë, kurse Amerika po kërkon me mirëmbajt rolin që e mori në këtë botë mas rënjes murit Berlinit. Bota vazhdon me kon unilaterale me Amerikën qendër. Kina po kërkon me kon dy polshe, Rusia 3. Bashkimi Evropian në anën tjetër është më shumë supermarket se sa shtet. Ta shohim. Loja tek ka fillu. Ajo që ka ndodhur deri dje në mes Rusisë e Ukrainës është lojë fëmijëve në krahasim me ato që ka ndodhur sot në mes Iranit edhe Izraelit. Kurse kjo që ka ndodhur në mes Iranit e Izraelit mundet më kon lojë fëmijëve në krahasim me ato që ka mundet me ndodhur mes Kinës e Tajvanit anë mes të dy Koreve. Fatbarësisht, Ballkani nuk po duket territor interesant me u përfshi në çeto lëvizje të mëdha globale, përkundër faktit që liderthit autokrat të rajonit ton me gjas po i xhelozojnë pak zhvillimet globale.